po ta kish pasur seriozisht, do kish pasur që në fillim. Këto janë show i radhës që bë Spaku. Se Sali Berisha tallet me ta, sepse Sali Berisha e ka të siguruar veten e tij, ekzistencën e tij dhe mendin e tij e ka të siguruar tek ata që janë armiqtë e betuar të kombit shqiptar. Tek Kabala, tek globalistët, tek masonët, te Illuminati, te Bilderbergu, i ka të siguruar, kot më pyesni për Sali Berisha. Për mua Sali Berisha nuk përbën më objekt, as subjekt për të diskutuar. Fare, ka mbaruar. Avokata do e thrasin Edi Ramën në SPAK për të çështje për 21 janarin për ta marrë të. Da do shkoj Edi Rama. Ata duhet vënë të dytë para bankës të akuzuarve se kanë ekzekutuar 4 veta, që të dy. Sali edhe Rama. Rama i kontrollon të atë ditë. Saliu i pushkatonte nga kryeministria, Rama i kontrollonte nga kullat binjake. Po deshe, a ishte një krim shtetëror që s'po i japin zgjidhje prokuroria dhe Spaku. Se di që pengon. Dhe unë se kuptoj, pse duhet të zgjatin e të bëjnë, jo po e kemi thirrur, jo po, ore s'kore vuri hekur ata ti thuajte këtu jep llogari se ke vrarë 4 veta. Që janë këta karagjos kështu, me këtë hallen. Apo duan të mbajnë popullin me ashtu me shpresa që shiko more se ne do bëjmë. Hiç gjë s'keni për të bërë, mashtrues jeni tërë. Kanë dalë disa mesazhe të inxhinierit grek, i cili fliste për tunelin e Llogaras, ku i ankohej Ervis Berberit dhe i thoshte: "Por Ervis, nuk është një vrim, është tunel, duhet të marrni masa që të jetë tuneli në standarde që duhet të jetë, pra standarde europiane, se mund të shembet, mund të shkaktoj viktima." Po ta them si duhet ta them, ti do ta censurosh dhe nuk do ta transmetosh. Kështu që lere ta lëm atë muhabet, se vrimat edhe tunelet Besoni që do bje balluku avokat? janë Se ne pam që dje doli krah për krah me Edi Ramën. Shiko, kur bëjnë show që dalen me njëri tjetrin, i thonë mbështetësve të tyre që ne kemi unitet, ne jemi bashkë, ne qeverisim bashkë. Në fakt është një mashtrim që u bët simpatizantëve të komunistëve. Komunistët këtë kanë bërë tërë jetën. Show dhe vrasje dhe burg dhe gjak. Këtë kanë bërë, edhe këtë vazhdojnë të bëjnë. Nuk mund të bëhen bashkë në kuptimin e drejtësisë, por janë bashkë në kuptimin e krimit dhe të hajdutllokut që kanë kryer. Të veprave penale që kanë kryer. Janë që të dy për t'i varur të Skënderbeu. 9 miliardë euro ka pasuri Edi Rama. Ku i gjeti? Nga Kristaqi, andej nga ajo botja ka dërguar Kristaqi ati Palloshit. Këto u deklaruan para 3 ditësh, 4 ditësh. 9 miliardë euro, zotëri. Dhe shqiptarët të rinë flojnë gjumë, dhe të flojnë. Shqiptarëve u ka vdekur, në fakt jo u ka vdekur, por se kanë pasur fare ky bres, këta shqiptarë që jetojnë sot, se kanë pasur ndonjëherë dellin e protestës, sepse lindën, u rritën dhe po u plakën me fjalën hesht. Do me thënë, që janë 90 vjeçar e poshtë, kanë bazë të jetës tyre fjalën hesht. Atëre, si do protestoj ai? Sepse ju bëni pyetje që, në fakt, janë pyetje retorike, kanë përgjigjen brenda. Se dhe ju që bëni pyetjen e dini shumë mirë që ata janë bashkë, ata kanë vjedhur bashkë, i kanë bërë të tëra pislloqet bashkë. Ndash vrasjen e 21 janarit, ndash shkatërimin e bazës ekonomike industriale që kishte Shqipëria që trashëgoi në 90-ën, në dash miliardat e dollarëve të municioneve që i shitën për skrap, të tëra i kanë bërë bashkë. Këta nuk
nuk ka gjykat në botë që ti toleroj. Këta kanë bërë krimi më shumë se sa kanë bërë nazistë e Hitlerit. Këta kanë bërë krimin në Shqipëri më shumë se sa kanë bërë nazistët e Hitlerit. Dhe krimi më i madh, i pafalshëm i tyre është boshatisja e vendit dhe nxjerrja emigrimi i forcës më vitale të këtij populli që kishte deri dje. Sot këtu kanë mbetur vetëm pensionistët. Pensionistët që votojnë akoma për këtë parti, dhe kushdo që voton për këtë parti, për komunistët pas të faqen e zezë, po kanë dhe një hall tjetër se s'kan kundërshtar, s'kan për këtë votojnë tjetër. Prandaj më mirë të mos shkojnë fare në vota, hiç fare mos shkojnë të votoni. I thonë që ne nuk u duam juve, pik. Pra duan të ndryshojnë racat. Është lufta, e kam thënë në mënyrë të përsëritur dhe nuk do t'i kthehem 100.000 herë. Është lufta dhe teoria e globalistëve për të prishur kombet e kombësit dhe për të krijuar konglomerat kombes dhe racash bastardësh, dobiçësh që kanë krijuar shtetet amerikane, Australinë, Kanadan dhe po shkatrojnë dhe Anglinë tani. Është ajo politikë. Duan, sepse po që se je kombë zotëria ai nuk të shkel dot. Po që se je i lidhur shqiptar me shqiptar nuk të shkel dot. Ndërsa kur sjell filipinezë djalli me birin që sjell këtu, ata janë si trasta në deg, themi neve që s'kanë bazë ku të rinë, dhe ne që jemi këtu s'kemi ku të mbështetemi, sepse ata s'ta për kraj. Pra na shkel fare kollaj, leqen e shqiptarët na shkeli dhe paqen nevoja fare të bien tuaj. Ne të shkelur të damllosur jemi. Por të paktën hajt më kemi njëri tjetrin, ndërsa aty do shkatërrojnë përbërjen racore kombëtare të shqiptarëve, të bardhëve. Këtu është gjithë problemi, ky është objektivi. Dhe këta bastard që na qeverisin neve, këta bastard, po e them, që na qeverisin neve, që nga palloshi dhe të gjithë palloshët e tjerë, pikërisht këtë bëjnë, zbatojnë, bëjnë atë që bën me ligjin për deklarimin e gjinisë. Ore, qa bastardis janë këta? Ore, qa palasos jini ju 76 burra e gra që votuat atë ligjë? Po ju, moj gra, moj fëmra, se ju gra sini, ju fëmra jini, atjetër jini fëmra. Si e votuat atë ligjë? Po nuk u vjen turp, moj, ju të ashtu quajtura deputete? Po kaj të pacipe jini? Kaj të panderi jini sa bëni një ligjë të tillë, një votë të tillë? Se që të 76 jeni të pander, jeni të pa fytyrë, jeni bastard. Nuk e dim se ku kanë zënë e me ku kanë zënë prindrit tuaj, që votuat atë ligjë. Zotëri, Qa problemi ka ai ligj avokat? ai ligji ka para 3 ditësh në televizionin Euronews, pash dhe dëgjova një grua që më ka llahtarisur, domethënë kam dal nga vetja. Kishin marrë vajzën 14 vjeçare në moshën e pubertetit, dhe kishin quar, i kishin hequr prerë gjokset, sepse nuk ndihej mirë si femër. Krim të tillë, unë nuk e di si ishtë lejuar dhe çfarë bëhet këtu në Shqipëri. Ju të spakut, ju zotëri, se nuk u drejtojmë kot me fjalën e se dhe atë e keni tepër. Se nuk merrni kryesisht iniciativën për t'i akuzuar dhe për t'i dënuar ata mjekë që kanë bërë atë pislëk, atë genocid që kanë bërë. Zotëri, tek ne zbatohet një politikë genocidale. Dhe këtë e bëjnë nëpërmjet udhëheqjes komuniste që ka Shqipëria. Këtë kanë bërë. Pra këta të 76 bastard, të 76 dobiç, që një pjesë e tyre i di mirë që janë dobiç. Këta nuk meritojnë të rrinë në tempullin e drejtësisë. Zotëri, edhe të ligjit. Zotëri, jemi vetëm i vend që këta kanë hequr drejtën të bëjmë referendum. Dhe shqiptarë prapë nuk ndihen. Dhe shqiptarëve çfarë do që t'u bëjnë, ndonjë ditë këtyre do t'u vënë t'u marrin gratë dhe vajzat në shtëpi, t'u thënë dali se ka nevojë partia për to. Edhe prapë nuk do ndihen shqiptarët. Se nuk po ndihen, se në fakt do t'ishin ngritur që tani kundër atij ligji, sot që zgjej fjalë ta them sepse s'më lejon dhe etika që ta them ashtu siç duhet të them.
Çfarë janë këta, more? Ç'ishta i ligj, more? Po si e menduan një gjë të tillë? Po hoxhët e Shqipërisë ku janë? Po kleri ortodoks, ku je mor ti? Belushi, Pelushi, si e keti? Altina, Albana, Artan që keti që e vure emrin Joan. Ku jeti? Pse nuk del ti, more, zotri, se je krye peshkopti. Ti je krye peshkopti dhe nuk po ndihesh për këtë situatë mizerabel dhe për këtë ligj mizerabel që botoi parlamenti. Po ti nuk ndihesh se ka hedhur firmën te EIP-i grek, mor zotri. Ti të vun grekët krye peshkop. Ti u bëre nga një muslimani këlqyrës, u bëre i ballabarin nga u bëre kryepeskop i kishës ortodokse greke në Shqipëri. Se shqiptare, kishë ortodokse shqiptare s'ka mo. Ka ikur. Pra nuk ndihen. Kaq poshtë kanë rënë, po më do ta ngre zërin orti. Ti orti Belush, ti ore kryetari i komunitetit musliman shqiptar. Respektoj një prift katolik që ma sollën sot në Facebook, i cili dolli dhe e dënoi atë ligj makabër, bastard, kriminal, antinjerëzor, genocidal. Ai vetëm ai doli edhe e denoncoi, të tjerës po flasin. Po që nuk kanë fol këta spionët e tu, more palloshi gjatë, do flasëm na. Dhe po morëm ne fjalën të flasëm, pastaj gjejvërim të futesh. Kaq. E ç'ish kjo taktik që po ndjekin këta? Duke hequr, si thoni ju, njerëz të afërt. Ç'do me thënë ajo? Sa do me thënë? Se i hoqe Alfën do vërë vitën. Kaq. I hoqe njëshin do vërë dyshin. Ai se ka problema. Jemur jo. Nuk goditet gjarpri duke goditur, nuk vritet gjarpri duke goditur në bish, zotëri. Gjarpri goditet duke goditur në kokë. Dhe koka i gjarpri në Shqipëri është Partia Komuniste Shqiptare, ose Rilindja Shqiptare, me gjithë falangat e saj duke përfutur aty Sali Berishën edhe gjithë ata hajdutët edhe kriminelët e tjerë që ka dhe ai me vete. Këta e tëra një klasë politike hajdutësh, kriminelësh, anti-shqiptarësh, po e the prap, dhe bëjnë këto gjëra që bëjnë. Para 3 ditësh zotëri, gjykata e lartë amerikane miratoi vendimin e presidentit amerikan Donald Trump, që në Amerikë do ketë vetëm 2 gjini, burr dhe grua. Ndërsa këta bastardët tanë të parlamentit shqiptar, këta votojnë ligj kundër kësaj situate që ka krijuar i madhi Zoti në tokë. Burr dhe grua. Këta votojnë kundër. Pra, shpresoj dhe i drejtojmë zëvendës ambasadores amerikane në Tiranë, zonjës Nancy, që nëpërmjet bisedës dhe komunikimi që do bëj dhe që duhet ta bëj ajo me presidentin amerikan, ti thot, ti raportoj këtë situatë mizerabël që bën qeveria shqiptare kundër interesave kombëtare shqiptare dhe kundër marrëdhënieve të shkëlqyera që do populli shqiptar të ketë me Amerikën, por që e pengon ky palloshi e asaj, palloshi Belindës, se është palloshi Belindës kyja, që po bën këto punë. Po ka çfarë do thot palloshi gjallë? Na mendoni që Pallosh Tiranësit e din kujt i thon. I thon ka shumë emra, pallosh, Hajdar, diun, ka plot emra. Mendoni që ka pas për Ramën këto etiketime? Ai tha pallosh i gjatë. Ka më të gjatë se ai në pushtet s'ka. Ai tha troç. Edhe ajo kuja, tha, edhe ku në di ajo. Ai tha, më mirë se që ka thënë s'ka si thot. A që lejo të thot asaj. Se është nevoja të thot emrin original, se emrin original e din të tërë. Mund të thosh edhe ndryshe. Mund të thosh në greqisht, për shembull, Peos, ose mund të thosh në greqisht Muni. Po jo, ja tha shqip. Kështu që
Ajo i ka bërë përcaktimin më të saktë atij, tallet me të, e heq për hunde. I ka vënë atë hekurin hundeve të e heq për hunde. Dhe ai nuk ka nga lëviz. Unë se marr vesh dhe nuk e di çfarë luhet në kulisat e diplomacisë, nuk e di çfarë luhet. Se shoh që është një luftë e egër Amerikë-Evropë në Shqipëri. Evropë kurva, Evropa e degeneruar, e shkatëruar, e qeverisur nga mizerabël, nga BQ-t e llumi i Evropës, me Amerikën që po kërkon dhe po bën atë që duhet bërë, që shoqëria njerëzore të ketë atë që ka caktuar i madhi Zot, burr dhe grua.